të premte. Mirëmëngjes, zotrinj, e premte këtu në kafshë do të jemi bashkë deri plus minus nga ora 10 pas një dite të llatarshme, të pabesueshme në kufit e çmendurisë dhe dje e kap një rekord të ri apo jo? Një të ri. Vetëm një, se të premtet zakonisht domethënë janë shumë të tmerrshme për programin ton. E vërtet është, nuk e di a është për programin ton apo për çmendurinë që ndodh vërdall, miq të dashur. Guxim i pabesueshëm i njërës prej lindave për të dalë dhe për të këmbgulur në mashtrimin që është e varfër. Edhe isha duke vrarë mendjen, kush performoi më mirë deri, Raimonda Bulku apo? Nuk e di, përpiqet Raimonda Bulku ta aktrojë në skenën e Eurovisionit, por ta menderos Linda në skenën e Gridës, doli pa pikën e turpit dhe me i guxim, duhet thënë, me do stomak ajo, do stomak dhe tha, unë jetoj me qera, sigurisht në apartamentin, një nga apartamentet më të shtrenjta në Tiranë, po jetoj me qera që t'jem afër punës, ë? Po, e kam vetëm 5 minuta larg, sepse lipse ndonjëherë kur ka emergjenca duhet të paraqitemi shumë herët, dhe nuk është se ka patur pak në ka momente që tenderi do të kaloj shpejt. Po. Ka momente që do të kaloj tenderi me urgjencë të madhe. Megjithatë, interesant është ky aspekt, miq të dashur, veçanërisht për faktin që jo vetëm e dim, jo vetëm kemi prova, jo vetëm i kemi transmetuar ato, po dim edhe provat që nuk janë transmetuar për Lindën dhe për gjërat që ata kanë bërë dhe deri vonë te akshi, dhe prap ende nuk mbesohet për guximin e llatarshëm të Mirlinda Karçanaj. Mbrëm ishte Karçanaj. Okej. Nuk e di pse gjej kryeministrin. Në herë tjetër mund të ketë qenë Karçanaj, po mbrëm ishte Karçanaj. Dhe pa besueshme, miq të dashur, doli dhe tha, unë s'kam lidhje, s'kam bërë asgjë. Sigurisht kemi gjithashtu informacione që dakord, roli i Daniel Shimës është edhe më i rëndë se që pretendon prokuroria deri në këtë çaste, por titullari i institucionit nuk mund të bëj sikur s'di gjë. Ju lutem. Është shumë e vërtetë. Dhe për ta nisur me atë humorin e mirë siç na ka hihet, duhet ta themi, jo për të justifikuar, që nuk mendojmë vetëm ne të dy kështu. Në vërtetë kush mendon? Apo ndjekësit tan. Komentet kanë qenë të jashtëzakonshme, nuk e di ai vure re. Jo, s'kam parë komente, thjesht ndoqa atë video dhe u mrekullova nga guximi. Sigurisht nuk kishte asgjë habitse. Ta themi edhe këtë tash, nga përpjekjet e Gridës për të normalizuar të gjithë hajdutët e rilindjes, që këtë nuk as këtë nuk ja kursejnë dot, tash ne vazhdojmë të mendojmë që Grida është një zonjë shumë simpatike, po një çik makjazh po i bën këtyre, sidomos nëse e bën intervistën me Belindën ke hyrja tunelit. Greta, mos u tërëndit tash. A është e vërtet? A e bëri kështu? I bëri në një pyetje, pyeti ndonjëherë për anullimin e tendrit? E shijuan, ishte një ekskursion ai. Po kur ecnin atë farfuristin Linot, kostumet linot të tmerrshëm. Ne kemi një pjesë nëse dëshiron ta servirë më herë nga intervista e djeshme. E Mirlindës? Po. Çfarë do, Karçanajm gjithë tani? Dakor, le ta ndjekim. Që nuk është fundi i kësaj historie, e cila sapo ka filluar, edhe unë uroj sinqerisht që të arrit të mbijetoj këtë poshtërimi i cili nuk ka asnjë lidhje me mua. Asnjë lidhje. Do i mbjetoj këtij poshtërimi. Një pjesë e këtyre komenteve në fakt që mua po më pëlqente ishte gjithë ndjekësit ishin shumë të interesuar Florin që mbajnë nëpër dorë se me çmerren dhe njerëzit. A janë alumin? Janë nga këto tregut çam. Janë nga këto fallsot e tregut çam, të veshura. Me gjithë respektin. Të lara. Se di, unë nuk e di nëse do i mbjetoj këtij poshtërimi zonja Mirlinda apo do jetë më i vështirë poshtërimi që do të vi më pas, kur të hapen çik më shumë videot edhe provat e gjetura te Gy Sagasi, po ajo përderisa mori guximin të dilte sot, sigurisht që asnjë s'do e bënte në pozicionin e asaj, dikujt i duhej kjo intervistë, dikujt që është gjithashtu në një fushat të çmendur hiri i syve shqiptarëve, që është kryeministri, dhe një guximi të fortë. Ndërkohë një tjetër që ka të njëjtat halle është ndoshta ky mund të jetë njeriu më inteligjent dhe më budallan në historinë e njerëzimit. Kanë 30 vjet që na thon mjeshtri i diplomacisë është Ferit Hoxha. E vërtet.
është këshue, është ashtue, si ky s'ka e quam ambasador, ku se kemi quar në Amerikë, në NATO, në BE, në OKB, e kishim, edhe Berisha e kishte mbajtur për burr të zgjuar dhe na doli Feriti që nga... Ose ashtu, ose kështu. Nuk e di, Feriti pas ka qenë që skandalos nivel Gent Cake. Ose, si që thoshte edhe Ylli Dylgjeri, nivel Gent Kake. Se mbanë më, është në gjysh është në gjysh i shkreti për këtë dojtë. Citojmë dhe gjyshin e Yllit Dylgjerit, s'ka mundësi, nuk ka mundësi. Me zgjistur e gjysheve. Dhe hajmë dhe ne në i padisës, është fundi njerëzimit. Me që atë mi që dashur, leta nisim këtë emision, ashtu si që do tradita strukturore, fillojmë me zhvillimit kryesore që na përcjellët dhe kësaj në informacionet, dhe rikthehemi pas pak me temën. Ditën e djeshme në Kuvend, fokusi i diskutimeve ishte ecuria e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku mazhoranca u tërhoq nga pozicioni i saj pas kritikave të Parlamentit Evropian, duke miratuar një rezolut me konsensus me opozitën. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, akuzoi kryeministrin Rama se hodhi në erë integrimin e vendit dhe reformën në drejtësi me mbrojtjen politike që i bëri Belinda Ballukut. Mazhoranca socialiste ka bërë hapa pas prej publikimit të raportit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian. Me anë të një rezolute të dakordsuar me opozitën, Kuvendi angazhohet për garantimin e zgjedhjeve të lira, luftën ndaj korrupsionit, transparencën dhe forcimin e kontrollit për prokurimet publike. Rezoluta thekson garantimin e të drejtave të opozitës për kontrollin e ekzekutivit, ndërsa angazhohen në krijimin e një mjedisi mbrojtës për gazetarët dhe fjalën e lirë. Ish drejtori i portit të Durrësit, një herës ish zëvendës ministër i jashtëm nga 2018 në 2022 agromtare, u mor në pyetje nga prokuroria e posaçme në lidhje me dosjen Balluku. Burimet bëjnë me dije se dhe vëllai i tij, ish futbollisti i Iglitare, gjithashtu është thirrur nga SPAK. Tare, gjatë kohës që Balluku ishte ministre e infrastrukturës dhe energjisë, përfitoi leje për ndërtim pallati dhe parku fotovoltaik. Emisioni Plug në Syri Televizion denoncoi pak ditë më parë procedurën e ndjekur për dhënien e këtyre lejeve. Një opinion urgjent i ndërmjetëm i Odirit për projekt ligji mbi financimin e partive politike e vendos tekstin tek domosdoshmëria për rregulla më të qarta për donacione nga palë të treta. Aty theksohet ndalimi i financimeve të bëra në emër të personave të tjerë, si dhe transparencë mbi pronësim përfituese të kompanive që financojnë partitë. Odir rekomandon forcimin e rregullave për huat, kontributet në natyrë dhe ashpërsimin e sanksioneve për shkeljet. Në kuadër të profesionalizmit dhe transparencës mbi investigimin e financimit të kullës te Kish Ekspozita, emisioni Plug ju drejtua me një kërkesë për informacion edhe zonjës Vilma Nushi, zotruese e kompanive 3P Live Logistic të koncesionit të Check-up, si dhe kompanisë Marketing and Distribution që rezulton financuese e shoqërisë Victoria Construction, kompani dhe së cilës gjithashtu ju dërgua kërkesë për informacion. 5 muaj nga nisja e kërkesës për informacion dhe deri në transmetimin e investigimit në adresë të Plug, përgjigjet për këtë pyetje nuk mbërritën kurrë. Belinda Balluku nuk i ndal përpjekjet me drejtësinë ku kërkon heqjen e masës së pezullimit nga detyra dhënë me kërkesë të SPAK nga GKK në nëntor të 2025-s. Së fundmi në Sekretarinë e Apelit Antikorrupsion, deputetja e Majt ka paraqitur rekurs në gjykatën e lartë kundër 2 vendimeve të 2 shkallëve më të ulta të gjyqësorit. Të pëlqeu lajmi i fundit, besoj? Po patjetër, një kryevepër e vogël pëlqeu sidomos edhe lajmi që me lindat. Nuk e di ka një lloj stomaku është. Megjithatë pash një postim që do doja ta ndaja një ndoshta meme më simpatike e momentit, më pëlqeu edhe lajmi për agrontaren që dëshmon prokurori për Ballukun. Për dosjen Balluku, sa? Më pëlqeu edhe Europa që i kërkon të liri media Edi Ramës, i cili e ka shumë qef lirinë e medias në këto momente. Patjetër. Pyetjet për Vilma Nushin ishin kryevepër. Nuk e di, gjitha ishin yll, gjitha lajmet ishin yll, ndërkohë miq të dashur. Kjo meme?
E ka regjia? Kujton nuk e di. Duhet ta ketë patjetër një tjetër intervistë ekskluzive te Grida Duma. Lutem, më thuaj që e ke tani. Ekskluzive te Grida Duma, Enver Hoxha. Nuk kam qenë diktator. Kjo ka ngelur, besoj. Kjo ka mbetur. Kjo ka ngelur. Ka ngelur një tjetër, do jetë shumë e rënd, ajo që do them, po Ervin Saliani, flokët janë të mijat. Po, e rënd ishte kjo. Pa dashje, e përshëndesim edhe Salianin, është i lezetshëm, Flavio. Si, unë e thaj. Ishte patut që qëndron të te Grida edhe mund të duroj. Cila lind gënjen, këtë duam të kuptojmë ditën e sotme, cila nga lindat gënjen, miq të dashur, na tregoni pak në 069 27 22 27 2. Ky është numri i telefonit, ju mirpresim të gjitha opinionet tuaja në formë mesazhesh. Për të gjitha lindat. Ose telefonat për të gjitha lindat, pa përjashtim. Cila nga lindat gënjen, miq të dashur, na tregoni pak në 069 27 22 27 2, WhatsApp, telefonit zakonshëm, mesazhe, video mesazhe, nuk e di gjithçka. Duam të zbulojmë mëngjesin e sotëm, mirë mëngjesa, e di ky që na shkatroi dhe po na zhduk, thot. Enver Hoxha. Shoku vet. Se kishte marrë dhe medalje Kristaq Rama tani. Pa, më kujtoam. Të mëshme është që japë medalje për njerëz që kanë vrarë njerëz, kështu po. Nëse e ka dorë Beqir Balluku, kështu që do ja japi një medalje Kristaq Ramës tash. Ta themi të vërtetën. Në çvite po jetojmë. Kemi telefonatë. Çvite të mëshme. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndesim zotrin, ecim me WhatsAppin nga Greqia. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Më thoni. Jo fat cilat linda gënjen më shumë. Cila nga lindat po gënjen? Njëra po gënjen është matematike kjo. Gënjen shtari më e madh është linda gjatë. Pastaj vijnë të linda tjera me radhë. Edlinda. E cila? Edlinda. Aha. Linda e gjatë. Po. Si t'ja themi. Dgjoj se Rama Linda është njëri në vete. Linda Rama, si t'ja themi. Okej. Thyje si dush. Do thënë, ta janë... Jo, se du të kuptoj, linda e gjatë apo linda e të gjatit? Gjitha lindat e gjatit janë. Po ve Rama tani ti e ngrojmë nga Rama t'ja bëjmë lindë. E kuptoj, ta pakëzojmë. Ki do më thënë ka qenë linda kryesore që i ka bërë këtë lindat, i ka shumë në këtë temën që janë sot. E kuptoj. A kuptoj. Që që kam edhe diçka për këtë... Për që a thëshë ju për këtë pjesën e reformës zgjedhore që janë këta që janë votu dje? Jo, dje ka kaluar një rezolut për integrimin, në fakt. Ja, bravo, ajo rezoluta. Nuk e kam ndjekur, e kam gjuhë pak sa në lele. E thënë drejten, me diramën, nuk bëhet zgjedhje. Çfarë do lloj rezolutet kaloje, tetana do t'i hedhi poshtë ndarë. U provu me këtë. Edhe reforma zgjedhore në 2020 që u bëha gjas me konsensun e perspektivës nga ndërkombëtarëve. Në fund ditës prapë divije bën ashtu siç është vetë. Në reformën drejtësi votu me 120 vota. Në fund e divije prapë bën ashtu siç është vetë. E vërtetë është kjo. Ma thonë, unë t'i thamë opozitës, nëse ju prapë vazhdojnë të besoni, se me Tiranën. Jo, opozita nuk e besoi, ishin amendamentet e opozitës që u detyrua mazhorancat të votonte dje për herë parë. Ma di që pjesë, po opozita kur nuk do të besojë, ti e gjana të më këtën ma, si ta thëmë ndi. Edi Rama, me këto lloj metoda që ka njëso, ka përgatitur që ta marrë pushtetin sa tjetë vetë. E kuptoj. Dakor, faleminderit. Ti nuk intereson as Partia Socialiste, që ky Partia Socialiste ka shkruaj. Diti që ti s'ka më Parti Socialiste. Qëndron edhe ky argumenti. Faleminderit zotëre, përshëndesim ikun nga Greqia. Ndërkohë, Stai të kom kësaj rezolutës, meqense ju po diskutoni. Ta sqarojmë mirë për publikun. Ta sqarojmë. Jo, unë doja të tregoja pak variantin që kishte Top Channel.
për gjithë situatën. Ajo gënjeshtra vogël, po e kishin hequr atë. E kishin hequr. Gazmend Bardhi në fakt e ndjeu të nevojshme, siç duhet ta ndjej kushdo kur ka rast të keq informimi, dezinformimi, për ta përgënjeshtuar gjitha. Po ishte pak gënjeshtër e ulët. Top Channel pretendonte, sipas nuk e di kush është gazetari, larg qoftë Medveliu. Ja, nuk e besoj. Nuk bën meeting nga këto. Ja ta gjejmë mirë titullin e topit. Zbulohem prapaskenat e paktit PS-PD për votimin e rezolutës së antarësimit në BE. Telefonata Balla Bardhi në mesnat. Cilët janë 4 negociatorët që formuluan draftin? Në mesnat. Kjo është detaj pak i parëndësishëm. Po telefonata. Nëse si të qoftë ka reaguar fort Gazbardhi. Për thëmë fillimisht që Taulan Balla nuk guxon të më telefonoj as para dite, jo më mesnatës. Jo, ishte një fjali tjetër që më duk më simpatike. Si e quajti Top Channel-in? Po, për gënjeshtrim i detyruar për shpik ose shpifjet e të vësë Ramës, Belindës, Gysit dhe lindave të Akshit. Shumë aksionere, nëzori gjithë aksioneret e topit. E rëndë ajo. Ne s'postojmë në një tjetër koment, miqtë dashur, alo, mirëmëngjes. 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 Dëgjoj se nuk do rrim sa të pish kafen ti dhe të kujtohesh që do t'japësh komentin tënd ecim pa humbur kohë. Kemi një telefonat në studio. Vazhdojmë një telefonat nga studio. Alo, mirëmëngjes. Ose jam të pi kafen me bab. Nuk e kemi me ty. Po mund ta kemi edhe me ty, po u vonove. Uli zërin televizorit dhe na jep opinionin tënd, të lutem. Më thuaj. Po s'kam e kam nisë zërë pa do. Më thuaj. Atë cila nga linë gënjen. Aha. Më thuaj. Unë vërso cila linët gënjen. Po pra. Atë linë ka qanë, ose puna kurës që dekës. Ja, përshëndesim zotrin. Dhe mirë presim një telefonat nga The New York. It's New York. Jepi. New York. Mirëmëngjes, Agram. I përshëndesim. Belinda mbrëm të Gita ishte deri në veshë mundu me korupcion. Ishte deri në veshë mundu me nuk ditë nga më shu. Po qante, po vajtonte, po kjo shpia është e babajt fëmijëve, kjo është kështu, kjo është në qaj mojnë e saj mirë të Kjo është e fëmijëve të babajt. Kjo është fëmija babajte, ajo është fëmija babajte, kjo shpia po ta mos të kim punën ofër 5 minuta. Po si, ke kujtën se rënë e më, ke kujtën se mos tërë më poshë. Qëtën? Në një do e ketë hangër më rëmë. Gjujta du më, po si si bërë një si pyti më, është si gjove të qatë dush, mirë. Po si vjen turba vasaj më, të më kemë, më mueli ka shpare, e kanë dherë spaku, e kanë dherë ato bashkëpunëtorët e saj. Jo, e dim nga buxheti i shtetit që na mungojnë gati 2 miliardë euro në vit që vidhen, një pjesë e madhe janë të Akshi. Edhe ishte më shkjo më ato robat më të kabare që kishte deri në fyt, me thonë menja. Ka pa ngritë në Shqipëri, kuptet e komplet që është zhvitur në hajni, e në pushtërsi, vetëm që s'ka në mungon e Belinda Rama këtu. Ata se kemi të gjuar. Bëko. Ato nuk e të, por aty ishte gali. Dakor, faleminderit. Përshëndesim mikun ton. Ndërkohë do të esim me mesazhe pa humbur kohë. Mirëmëngjesi, sa për Akshin, në një televizion tjetër mbrëm, aktivisti Gent Progni bërë një analizë të plot me qetësi njerëz, sa të lexoj një mesazh për Akshin. Ishte shumë e saktë denoncimi i vjedhjeve dhe të vërtetat e lindave të Akshit. Qëndron. Një mesazh tjetër na thotë të gjitha lindat që kanë lindur për të gënjejnë. Është dhe muaj i tyre. I të Saba. Edhe ajo linda jonë. Dhe rrezikshme është. Nga Gjermania ta presim një koment. Jepi. Mirëmëngjes, ju përshëndes për programin. Mirëmëngjes. Me thënë drejtën, ndoqa me shumë interes atë
intervistën e Karçanajt. Ishte shumë e çuditshme që një femër që ishte veten më shumë dije dhe potencial sidomos në fushën e IT-s. Thotë që unë ja kam dhënë kompetencat dikujt tjetër dhe kjo do të thënë sipas asaj e shfaqsonte plotësisht atë. Po ti kompetencat ku ja jep si drejtues? Ja jep njeriu që ti beson më shumë. Normal. Atëherë si u shfaqsoi ajo? Dhe më turshme ishte se e filloi me lot. Nuk e kemi më mikun ton nga Gjermania. Doja ta dëgjoja. Nëse si diçka që fillon me lot nuk mbaron mirë. Mirëmëngjes Syri, po përpiqet të gënjej Linda Grida Duma. Çfarë? Ç'ishte kjo rime të mërshme kështu. Linda, thot një mesazh tjetër. Linda është, nuk e di, fanoliane si batut, fanoliane. Ndërkohë mirëmëngjes Ramalinda dhe Trilindat vjedhin parat publike me shumicë, si dhe gënjejnë nga mëngjesi deri në darkë. Brekushi e mbron nga halli vet se mund të shkojë pas grillave. Kalofshi bukur na thot Abazi, gjithashtu nuk e lexova mesazhin e parë që të dërgova. Mund të lexoj një mesazh shumë të shkurtër? Hajde. Të gjitha Lindat e Ramës gënjejnë, respekte nga Klosi i Madhit. Përshëndesim mikun ton. Ja ta lexojmë dhe mesazhin e parë. Mirëmëngjes Syra, e di ky që na shkatroi dhe po na zhduk për rallën e Bariut me ujkun, kush të beson më njëri i ndyr 4 cipërisht ti që kur ke dalë në televizion vetëm ke gënjur mashtruar dhe prapa krave na ke vjedhur për zën. Po je vërtet kaq i pa fytyrë apo ignorant që kërkon të besojmë përsëri. Populli është më i mençur se ti e nuk të beson më. Shpresojmë që së shpejti mos ta shohim ato fytyrën në ekrane. Atje gënjen e gjithë piramida se prandaj ky i ka zgjedhur. Sa më afër kulmit, aq më gënjeshtar janë. Në krye qëndron Palloshi dhe Ballukja. Më pëlqeu shumë kjo pjesa. Populli është më i mençur se ti. Kemi një telefonat në studio. Kur pronari Lindave gënjen nga mëngjesi në darkë dhe Lindushi do ndjekë nga pas pronarin. Vazhdojmë me telefonatën në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po ju regjia e di që do bëhet kryeministër Pilinçi dhe po nuk do filloni të gjithë në kryeministri. Alo, mirëmëngjes. E bëjmë kështu, bëjmë më mirë kështu. Vazhdojmë me mesazhe dhe kur t'ju teket, vazhdojmë me telefonata. Një sekond, tani do të lexoj mesazh. Lindat të tëra gënjejnë, madje janë garë kush gënjen më shumë. Do ndalesh atë rezoluta e djeshme që ajo dëshmoi gjithë ato që opozita tregonte dhe kërkonte. Kjo e fuqizuar nga rezolutat e Brukselit që detyroi Ramën dhe Rilindjen të pranojnë dështimin e tyre. Fitore e madhe opozitës ajo politikisht, se besoj se Rama të luajë kësaj radhe që ta përdorë si fitore të tij. E kanë tentuar ditën e djeshme, por deri tani dobët. Vazhdojmë telefonat nga Greqia, jepi. Ja sure file. Por as me WhatsApp-in nuk flisni direkt me të parën. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Thuaj. Pastaj përket atij titulli që një nxjerrët i poshtë ju. Aha. Jo, nuk kanë asnjë rast tjetër. Është vetëm Rama, asnjë tjetër në botë jo. Kto zgjinj? Jo, nuk pyet asnjë. E kuptoj. E kuptoj, po se nxjerr një atë. Ai vetëm Rama. Dhe mund vje keq për atë. Po nuk mund shkruajmë emrin e Ramës për ditë, më duhet jemi dhe çik kreativ. Shumë fal dash. Ti shumë keq, vetëm Rama. Dhe vje keq për atë që votuam dje edhe opozita. Jo, je që gabim se votoi mazhoranca atë të opozitës, jo opozita atë të mazhorancës. Opozitës do të merrte pjesë fare. Edhe një herë. Votoi mazhoranca amendamentet e opozitës rezolutën. Po nëse, është opinioni yt. E përshëndesim mikun ton dhe qëndrojmë në Greqi në një anë tjetër. Me siguri. Jepi. Mirëmëngjes. Flas nga Greqia. Dakor. Sa për temën që keni, të gjitha linda bie. Është ajo të gjithë lumen të rrjedhin. Po, të gjithë lumen të rrjedhin. Desha të komentonja këtë për në Europë që do hymë. Me kismet. Jam nga Kosha.
Edhe ju e mediat jeni mbyllur në Tiranë dhe nuk shikoni që në për zonat akoma punojmë me kuaj e me gomerë. Kështu që s'mund të do të në Europë me kuaj e me gomerë. Tokat punojnë akoma me kuaj e me gomerë. Është të vërtetë e dim se e kemi transmetuar, por nuk ka problem. Jo, të mbyllur në Tiranë, media duhet shikojnë edhe jashtë Tiranës. Çfarë ndodh? Ja, për shembull, këtë të shtunë do të jemi në Vlorë, mik i dashur, se po ndodh një gjë që ndodhte vetëm në mesjet. Po i marrin tokën, po djegin dhe pyllin atje, të zonës mbrojtur të Nart Pishporo, dhe sigurisht do shohim dhe ç'bëhet atje. E di që po ndodh një masakër atje? Jo. Si ke marrë vesh? Jo, po do shko kam të shtunën. Të shtunën para dite. Dakor, të përshëndesim mikun ton nga Korça dhe nga Greqia. Nga Parisi vogël, e thot nuk jemi në Europë. Dhe ose siç po thoshte edhe ai, Selanike ta të pjet, siç ka qenë do të jetë. Ndërkohë më shtetash 7:38 ora në këto momente vazhdojmë të presim opinionet tuaja për pyetjen cila nga lindet gënjen, na e tregoni pak. Mirëmëngjesi. Sa për të treja lindat që treja janë si trekëndçi Bermudës, këdo nga këto treja që janë lidhur fort me njëra tjetrën gënjen. S'ka ndërgjegje, janë pa fytyra, kanë karakter të trashëguar. Mirëmëngjesi, gjithë sekti janë mashtrues, kanë profesor krye mashtruesin. Koçin e zhabave, koçi i zhabave. Shumë e bukur që po përmende sekt, trekëndçi Bermudës, po zhduken vërtetat mes të trekëndçe. Atë lindën e Ramës se kemi dëgjuar, por besoj ajo se lindat e tjera të burrit të saj gënjen, një ditë të mbar. Se ke dëgjuar? Kemi telefonat në studio. Do e tentojmë sërish, se deri tani ka dështuar regjia jonë në një mënyrë ku dëgjon të frikshme. Alo, mirëmëngjes. Tani po bën si regjia e Ylli Rakipit, më shumë se sa e Plumpiliçit. Sa i është më? Ai është më dram. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Kam përshtypjen se edhe telefonuesit dhe regjia kanë gjithë nevojë për një magnet doro urgjente në këto momente. Magnet doro liquid është formula ideale për të rikthyer energjinë dhe balancën në trupin tuaj. Fal përbërjes së tij me magnez, edhe përthithjes së shpejtë ai vepron atje ku keni më së shumti nevojë, në sistemin nervor dhe në muskuj. Është perfekt ideal për ditë ngarkuara, të mbushur me stres ose kur kryeni shumë aktivitet fizik. Përthithet shpejt, mbështet muskujt dhe nervat, ndërkohë që redukton dhe lodhjen. Magnet doro liquid, energji, qetësi dhe performancë në një produkt të vetëm. Dhe po pate këto, ke dhe para, amore, ke dhe para. Ne kalojmë një shkëputje publicitare, bëjmë ca para dhe rikthehemi me njëherë pas pak. Qëndroni me ne.